Shkenca po punon për pavdekësi. Shkenca po punon, por shkenca nuk do të arrijë deri në kiamet me thy ligjet të Zotit. Shkenca nuk mundet me shty njeriu me jetue më gjatë se sa që ka shkruar Zoti. Pejgamberi ka thonë njerëzit mesatarja e ummetit tim është 60 deri në 70 vite. Lujan më ish. Luja. Shkenca po pretendon se ka shkuar në Mars, po le të anale gjelin e njerin mujt. Le të anal. Le të shtyn jetën. Po mjekët që Po pse s'peshtyn? shërojnë. Nuk shëron mjeku. Mjeku mjekan. Allahu shëron. Mjeku veç mjekan. Sa s'bën. Veç mjekan. Po mos me qenë ai vdes njëri. Po mirë dhe pjesë ligjit zë që ka thua Allahu mjek, barët e ka thua Zoti. Mjeku e pradhon barët, a Zoti që i fal pe toke. Barët ka marrin. Ka marrin barët. Mjeki nuk shëron me çall magjike, se ata farmacistarët që parën pak më herët. Mjeki shëron nëpërmjet barnave dhe përvojës që ka, me operacione, me përvojë. Dhe barnave. Barnat kush i ka kriju? Allahu. Po edhe mjekut kush e dha mendjen? Ja dha Allahu.